kënaqësi gjithmonë të komunikoj me juve, e sidomos me këtë ditë speciale si kurse është ky 18 vjetori i pavarësisë. Ani pse në rrethana totalisht tjera nga 18 vite më parë. Për dallim nga 18 vite më parë që moti ishte shumë i acar, kur entuziazmi dhe fesfa kishte kapuar gjithandej vendit. Këtë vit, si duket, moti është pak më i mirë, po entuziazmi dhe krenta ende nuk ka filluar, ani pse qytetarët kanë filluar të lëvizin nëpër sheshet e Prishtinës. Pse, Albion, çfarë ka ndryshuar 18 vite më parë dhe 18 vite pas, pra që jemi sot pikërisht në 18 vite të shpalljes së pavarësisë së Kosovës? Pra çfarë ka ndryshuar ose çfarë ti mban mend në këto 18 vite? Si e mban mend vitin 2008 dhe çfarë ndoshta të kujtohet që duhet të ishte ndryshe sot? Po, 18 vite më pas unë kam qenë në moshën adoleshente dhe ende me mallëngjem atë periudhë ku me entuziazëm të madh të gjithëve na kishte kapuar për një ditë të rëndësishme që e prisim me kohë të kishim një shtet sovran. 18 vite pas, nëse e krahasojmë, është vendi ynë aty ku ne kemi ndruar 18 vite më para, gjithmonë po flasim për para dhe pas, realisht si një ere dhe një qytetare këtij vendi, nuk mund të themi që Kosova ka plotësuar aspiratat dhe shpresat tona që kemi pasur, por gjithsesi vendi tashmë ka hyrë në një fazë të shtendërtimit të fuqishëm, duke u konsoliduar si shtet për 18 vite më radhë dhe për kundër sfidave të vazhdueshme që kemi tash dialogut me Serbi që vazhdon edhe pas 18 vite shtet, ky shtet ende nuk na ka pranuar dhe nuk e pranon në realitetin në të cilin